Është kënaqësi t'ju njoftoj se Federata Panshqiptare Amerikës Vatra zhvilloi në datën 26 qershor promovimin e librit tim studimor, Noli dhe Konica në dritën e diellit, botuar nga shtëpia botuese Onufri. Veprimtaria mlodhi studiues, veprimtar çështjes kombëtare, drejtues të Vatrës, përfaqësues komunitetit shqiptar amerikan, editori gazetës Dielli Sokol Paja, i cilësoi librin si një vepër të rëndësishme historike publicistike që sjell një analizë të dokumentuar mbi dy figurat qendrore të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara, Fanolin dhe Faik Konicën. Sipas tij, autori trajton me profesionalizëm dhe panshmëri marrëdhëniet mes dy personaliteteve, polemikat e zhvilluar në faqet e Diellit, raportet e tyre me mbretin Zogsi dhe zhvillimet politike, kulturore dhe kombëtare të kohës. Veprimtari Mehmet Kadria u ndal te roli Faik Konicës si ambasadori i Shqipërisë në Washington, duke vlerësuar kontributin e tij diplomatik dhe marrëdhëniet me trupin diplomatik ndërkombëtar. Ai kujtoi gjithashtu debatet mes Nolit dhe Konicës lidhur me figurën e mbretit Zog dhe ndikimin që këto polemika patën në komunitetin shqiptar të Amerikës. Shkrimtari Mili Velaj e cilësoi binomin Noli Konica si një nga dyshet më të rëndësishme të historisë shqiptare, ndërsa studiuesi profesor Thanas Gjika vlerësoi Nolin si polemist të shquar me Konicën si një enciklopedist me përmasa evropiane. Kolonel Doktor Dritan Temiraj përgëzoi autorin për punën studimore, duke theksuar se libri vjen në një moment të rëndësishëm për Shqipërinë dhe rikthen në vëmendje mesazhin e bashkëpunimit të Nolit Konicës për interesin kombëtar. Ai vlerësoi analizën, dokumentacionin dhe faktet autentike të përdorura në studim. Nga ana e tij, kryetari i Këshillit të Vatrës, Kolet Sëndoja, theksoi se trashëgimia e Nolit dhe Konicës përfaqëson formën shtetformuese dhe mbetet një model i unitetit kombëtar për shqiptarët. Në fjalën time, unë ndala tek përfundimet kryesore të studimit, duke theksuar se marrëdhënia mes Nolit dhe Konicës nuk mund të shpjegohet vetëm përmes politikës, por dhe përmes dimensionit njerëzor dhe psikologjik. Rivaliteti mes dy intelektualëve të mëdhenj u shoqërua gjithmonë me një respekt të ndërsjellë, gjë që dëshmohet në shkrimet dhe dokumentet e viteve të fundit të jetës së tyre. Pra të ditur se libri mbështetet me një bazë të gjerë dokumentare, duke përfshirë materiale arkivore, dokumentet të Vatrës, koleksionet gazetës Dielli dhe mikrofilmat siguruar nga Biblioteka e Kongresit në Washington, shumë prej të cilëve publikohen për herë të parë për lexuesin shqiptar.